أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد falëndërimet më të mira, më të plota, mirënjohjet janë për Zotin ton, Allahun te bareke ve teala. Përshëndetjet, lëvdatat, begatit e Zotit xhelle xhelaluhu, salavatet tona, salavatet e Zotit, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra, e të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin me të mirë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar, të pranishëm, të nderuar xhamatli me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu, do të vazhdojmë në ciklin ton në vargun e ligjëratave mbi shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gati se jemi drejt përfundimit të këtij vargu, pasi që edhe muaji Ramazanit është drejt përfundimi dhe se pjesat dërmuese e këtij muaji ka kaluar, andaj neve nuk na ka mbet vetëm se edhe shumë pak ligjërata në të cilat duhet ta rrumbullaksojmë dhe ta përfundojmë ligjërimin mbi shkrimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto vitet e fundit ku neve jemi tek viti 7 i Hijrit, nga emigrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, pra 7 vite të qëndrimit të tij alaihi salatu wassalam, këto 3 vitet e fundit natyrshëm janë me një bollok të madh të ngjarjeve, me një bollok shumë më të famshëm, pasi që pejgamberi alaihi salatu wassalam tani më vetëm se kishte nënshkruar një kontratë dhe një marrëveshje me Quraysh, e cila kontrati asiguronte lëvizjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për te kufive lokal të gadishullit arabik. Andaj dhe përmendëm në ligjëratën e fundit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgon delegat të tij, të cilat i dërgon në perandorët e asaj kohe, kryetarët e superfuqive të asaj kohe, duke filluar nga Abesinia, duke shpresu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë optimiste që ky do të jetë i pari i cili do ta pranon fenë e Zotit xhelle xhelalu, dhe ashtu ndodh. Pastaj dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Herakliu, dhe ai ishte mbreti romakëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgon tek Kisra, Hormuzi ishte perandori Persisë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgon në Egjipt te Muqawqisi, e pastaj dërgon edhe pejgamberi alaihi salatu wasalam në El Yemame, dhe gjithashtu edhe në disa qytete të cilat ishin me famë më të vogël, e që disa prej tyre i shkaktuan disa prej problemeve. Tham, përveç Nejashiut, asnjë se ka pranuar Islamin, vetëm Nejashiut, por se edhe mospranimi kishte dallim. Për shembull, Hormuzi e çkiu letrën, e shkoqi letrën. Nga ana tjetër, ai i Egjiptit nuk e pranoi Islamin, por i dërgoi dhurata pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe duaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pritja e mos Islamit ishte dallume. Andaj ai çka e shkoqi letrën, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i shkoqte Allahu pushtetin. Ndërsa për këtë Egjiptit tha bakhila bi mulki, pas ka qenë koprac për pushtetin. Pra nuk u lut ta shkundër. Nuk u lut ta shkundër. Madje ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se Egjipti do të çlirohet. Do të çlirohet dhe ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të cilën njerëzit mirë me ata të cilët janë në Egjipt. Andaj ishte kjo dalje prej kufive të njohur të gadishullit arabik. Dhe kjo ishte një goditje e madhe e perandorive. Dikush prej arabëve, të cilët nuk kishin peshë, nuk kishin vlerë në atë kohë, po i dërgon perandorëve më të mëdhoj që t'i nënshtrohen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo
nëse argumenton disa prej argumentimeve që i përmendëm, por pejgamberin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, por edhe por diçka tjetër. Argumenton se kjo fe nuk ka ardhur për arabët. Kjo fe e Zotit xhelle xhelal nuk ka ardhur për arabët, edhe pse pejgamberi alayhi salatu wassalam është arab, por ka ardhur për gjithë njerëzimin. Argument janë këto letrat. Eslim teslem. Pranoj Islamin, shpëton. Kujt po i thot superfuqive atar që do ta shohim një prej luftave të cilën ne kemi sot, një prej luftrave të cilat për të parën herë muslimanët ballafaqohen me Bizant dhe për të parën herë detirohen mu tërheq nga numri i madh i tyre çka ishin 200.000 luftar. 200.000 luftar. S'kishin pas sahabët kështu numri, po i pan 10.000 kur në luftën e Ahzabit, 10.000 me 3.000 disi apo shkonte trimëria me u fërkue, por 3.000 me 200.000 me asnjë kalkulim nuk del mundësia. Andaj këto dërgesa të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishin me dalë jashtë kufive të gadishullit arabik. Pastaj këto edhe ka shumë dobi të tjera për atë se nuk i pranon, e pastaj si bisedoi Herakliu me Ebu Sufjan, nga se kishte qelluar në tregti të Shamit, e thiri me bisedue dhe i tregoi se ky është pejgamber. Ky është pejgamber, por rrethana të tjera ai nuk e pranoi Islamin. Atëherë tani ndodhen edhe disa prej ngjarjeve. Neve do të mundohemi me ngjesh këtë ngjarje nga se ka shumë ngjarje. Por se që mos na ik diçka nga ngjarje, do të mundohemi me përmend gjithçka që ka ndodhur e pastaj ndalemi prej asaj çka është më e rëndësishme nga këto ngjarje. Nga se na këto 2-3-4 ditë duhet ta përfundojmë vetëm se këtë jetëshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pas dërgimit të letrave ndodh një përplasje me disa prej fiseve të arabëve. Ju përmenda në një ligjërat se nomadët ishin prej atyre të cilët sulmonin me tradhia, me tinzia. Për shembull, sulmonin dhe iknin. Dhe kjo e lodh te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kuptimin, për shembull, ka dallim beteja kur rreshtohen sahabët dhe del karshi armiku, kjo tjetër mo. Pra përgatitesh dhe del. O humbo fiton. Kjo është normale. Por të sulmon në vazhdimsi dikush dhe gjithmonë kur ta ndjekësh ai ik, gjithmonë kur ti qetësohesh te shtëpia ai vjen sulmon, kjo e lodh njeriu. Andaj njerëzit më shumë dikush i lodh tradhtarët. Tradhtarët të cilët ti nuk ki besë prej atij. Andaj ka thënë Ibn Hazmi rahimahullah, njëri prej dietarëve të Spanjës, ka thënë të gjithë popujt tradhtari është i lig, i poshtër. Pse? Se ti nuk e di. Ti nuk e di, tamam qetësohesh ai sulmon. Tamam ti azgjat dorën ai sulmon. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej nomadëve kishte një lloj pa sigurie në vazhdimsinë me Medinë, kur kishin mundësi me kalu, me bën një dam e banin. Andaj ndodhi një luftë e quajtur me emrin Ghazwatu Dhi Qarad. Lufta e Dhi Qarad. Çka ndodhi në këtë luftë? Kaluan disa prej nomadëve, prej fisëve, dhe i morën diku 20 deve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 20 deve të pejgamberit i vjedhën. Dhe duke ik e vran një prej muslimanëve. Kjo pra është ajo pabesia dhe tradhtia e këtyre nomadëve. Andaj dietarët kanë shkruar libra mbi karakteristikat e arabëve, atyre të cilët janë njerëz të shkretirara, të cilët nuk kanë civilizim, nuk kanë kulturë, se njohin qytetrimin. Andaj shiko, i morën dhe ikën dhe e vrajtën njërin prej tyre dhe po ikën. Atëra i shef një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai ishte Selemetu ibnul Akwa radhiyallahu anhu. Ky i sheh dhe vrap çashtu del në kam dhe i ngon. I marr disa shigjeta dhe i u hidhet pas. Pas i u hidhet pas, fillon duke i gjujt e duke vrapu ata duke ik.
duke i gjuj, duke i vrapu, shumë prej tyre i shpartallon. Dhe fillon ata duke ik me shpëtu veten i lojnë deve. Atëherë i vjen lajmi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot el faza. Kështu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kuptimin tragjedi. Këto ishin shprehjet e shpejta për ta kuptuar që s'ka vak me shpjegu. Nuk ka vak me shpjegu. Apo e janë dhe ngrituni. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ngritet me 500 shokët e tij dhe i ndjek këtë grumbull të nomadëve dhe njerëzve të shkretirës që t'i ndjek. Ju shlohet pas një kalorës i fuqishëm, dhe ishte Ebu Qatada El Harith ibn Rib'i radhiyallahu an, dhe e ka të parin i cili e kishte organizu këta. A ishte Abdurrahman ibn Ujejne ibn Hisn. E kap dhe e ekzekuton. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi kthehet Ebu Qatadeja, kthehet edhe Selemetu ibn al-Aqwa, ja kthejnë devet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëra pejgamberi alaihi salatu wasalam thot: "Khairu fursanin al-yawm Ebu Qatada." Kalorsin më të mirë sot e kena Ebu Qatada. Ndërsa këmbësorin më të mirë tonin sot e kena Selemetu ibn al-Aqwa. I lavdron pejgamberi alayhi salatu wasalam. Atëra në këtë sul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fal namazin e frigës. Dhe këtu duhet një sqarim. Jo gjithmonë kur thuhet se e ka fal namazin e frigës është friguar, po është për qëllim forma. Pra për shkak të pabesisë dhe tradhtisë të këtij veprimi që ja banën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u fal me namazin e frigës. Kësaj i thonë namazi i frigës, nga se forma është për qëllim. Pra falet imami me një safi tjetër run. Pastaj safi tjetër del me falet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pastaj safi i cili është fal del te safi i cili ka rujt. Për shkak se nuk i dihet ndoshta sulmon prap armiku. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e qetson, pra largohen njerëzit dhe qetësohet, i kthen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam devat. Atëra ndalet me shokët e vet, edhe therin mish, fillojnë me bisedue dhe në kuptimin e manifeston pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një lloj gëzimi të vogël për këta se nuk patën mundësi kifis me sulmue pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pas 3 ditëve me një herë pas kësaj, kjo është një ekspeditë e vogël, kuptimi një përleshje e vogël. Mas 3 ditëve ndodh lufta e fundit në mbrenda territorit Medinës. Lufta e fundit, edhe ajo quhet lufta e Khajberit. Nëse ju kujtohet, 3 fise: Banu Qaynuqa, Banu Nadir edhe Banu Qurayza. Banu Qaynuqa të part i ka përzon për shkak të tradhties. Tjetër Banu Nadir, edhe ata i ka dëbu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nga se e kanë prish marrëveshjen dhe kanë dashur me vra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Banu Qurayza gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas luftës Ahzabit, edhe ata çka edhe me ata mirët vesh dhe i qëron hesapën. Dhe ngelën vetëm Banu Nadir edhe tjera fise për jehudëve, të cilat ishin dobu dhe kishin shku në Khajber, larg dikon. Dhe atje po jetonin. Nga se kur ju tham i ka përzon pi Medinës, çka unë kuptoj të atëherë, ku është sot xhamia, atëherë ishte Medinë. Ndërsa sot është pak më e gjanë, shumë më e gjanë është Medinja, por se në atë kohë ishte ajo pjesa e vogël ku është sot xhamia. Andaj pejgamberi i përzan ata. Ata shkojnë në një vend të quajtur Khajber, diku larg në periferi të Medinës. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i mbledh shokët e vet dhe nisët drejt Khajberit. Pse nisët drejt Khajberit dhe pse shkon me luftu me këta? Dhe pse shkon me i qërru hesapën? Nga se Khajberi ishte vendi fitneve, që atje u kallshin luftat. Ata ishin fitili. Kush e bani luftën e Ahzabit? Në Khajber, Banu Nadir. Ata shkon te Quraysh dhe i thanë: deri kur kene me duru këtë njeri? Deri kur s'kene me mor hak ndaj këtij njeri? Dhe fillon
i mbledh njerëzit dhe i mbledhën sa 10.000 ushtar Quraysh dhe fisit Ghatafan. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i mbledh shokët e vet dhe urdhëron që mos të del në Khaybar vetëm sa ata që kanë prezantuar ku të fundit. Ajo ishte në Hudaybiyah. Kush ka prezantuar marrëveshjen e Hudaybiyes, vetëm ai do të vjen. Ata ishin 1400 sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkon pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe kur arrin atje shkojnë natën dhe kur ngritën ata në mëngjes dhe dalin gradualisht me mjetet punës se me ato se i kanë pas nga se ishin punëtor të hurmave. Ata i kultivonin hurmat. Gjithë do të shofmi kur t'i fitojnë hurmat muslimanët. Atare kur e shofin thojnë Muhammedun wa gjejsheh, Muhammedi me ushtrin e ti, filloj me klith, me bërtit. Atare pejgamberi alayhi salatu selam kur i shef se po frigohen thot Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Kharibet Khaybar, u shkatru Khayberi. Inna idha nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul mundarin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na zbresim me një fush, na pejgamberi me ushtrinë e tij, fasaa sabahul mundarin. Shumë mëngjes i keq është për ata të cilët ja u kena tërheq vërejtjen. Tani kur e ke pru punën Muhamedi, ai cili ka ardhur mëshirë për njerëzit, ai e ke pru punën me të luftu. Tani mo ti ki kalu këtë kufit. Andaj ta pensam fasaa sabahul mundarin. Shumë sabah i keq është. Shumë sabah i keq është për ata të cilët unë e ku marrë mi luftu ata. Pse? Nëse ishin pabes, tradhtar ja u mundsoj këtë kushtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por ata në çdo mundësi shikonin me ja prish rendin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atar pejgamberi alayhi salatu wassalam i rrethon. Ishin 8 pallate të mëdha, 8 fortifikata të mëdha. Ata duke dalë në punë kthehen dhe hinë për fortifikatat e veta dhe presin mos po lodhen e po shkojnë edhe këta të vazhdojnë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa për sabër nuk lëshon pen sabër, apo kush mund më kanë ma sabërli se pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi i mbledh sahabët dhe fillojnë me bo rrethimin e kalave. Atëherë zbret njëri prej tyre i quajtur me emrin Marhab. Edhe ky del dhe lip dy luftim. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e nxjerr në sahabe dhe ai për shkak të pamundësive vritet. Atëherë çon pejgamberi alayhi salatu wassalam Aliun radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib, dhe nëse po vërreni kur ka dalë Alia nuk ka pas mundësi mu kthi ndryshe vetë se e ka shpartalluar mikun. Edhe kur ka dalë Ali radhiyallahu an e ka shpartallu. Gjithashtu Zubair ibn Awami, djali i hallës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka luftuar dhe ka tregu këtu në një trimëri shumë të madhe. Gjithashtu Ebu Dujana radhiyallahu an, gjithashtu Salamatu ibn al-Aqwa, i cili ja kthei devet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shumë prej sahabeve treguan trimëri. Dhe ishte trimëria dy ansore. E para, nëse delte dikush me luftu, do të me luftu. E dyta, do të me duru. Nga sa to ishin mrejna në shpi, ushimin e kishin, furnizimin e kishin, dërsa këta ishin në vend në kuptimin nuk ishin të shpia vetë. Atëherë, këtu ishte dy ansore. Edhe me duru, po edhe nëse ka nevoj, me sulmuhe. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxit shokët që të qëndrojnë derisa të shpartallohet edhe ky fis. Nga se me shpartallimin e këtij fisit, atëherë mo zgjerohet të gjitha rrugët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që pejgamberi alayhi salatu wasalam ti përgatitet terreni për çka? Për ta çliruar Mekën. Për ta çliruar Mekën. Çdo ta shohmë në ligjëratën e ardhmë me lejen e Zotit xhelle xhelalu. Atëherë gjysa e tyre një numër i madh prej tyre dalin me luftuar, shpartallohen, dhe një numër i madh gjysa prej tyre nuk bojnë sabër. Edhe zbresin dhe i thojnë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bojmë marrëveshje. A bojmë marrëveshje? Ata kështu janë, kur binë zord, bojmë marrëveshje. I dinë ata manovrat si i bojnë
me njerëzit. Kur e kanë bë me Muhamedit se para me do me tjerë çka mund me bë ata. Kur pejgamberi kështu siklete, kështu dallavera i kanë bë. Kështu tradhtia i kanë bë para me do tjerë çka i bën ata. Para veç ti ki mundësi me para mendu me Muhamedit se gjithë këtë telashe e kanë dhirë. Po me të tjerë të cilat as bindjen se kanë të Muhamedit, as strategjin se kanë të Muhamedit, as urtësin se kanë të Muhamedit, as durimin se kanë Muhamedit s.a.s. Po vetëm Zoti i ruan muslimanët. Vetëm Allahu xhellahu ala është ai i cili i ruan muslimanët. Andaj dalin dhe thonë dëshirojmë me bë marrëveshje. Atë pejgamberi s.a.s. pranon me bë marrëveshje. Prej marrëveshjes çka kërkojnë mi bë është që të ruhen dhe mos prekën gjallëqet e atyre që kanë betë, mos vritën. Ata i druheshin vdekjes shumë. Andaj tha Allahu xhellahu ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 sanatin. Tha Allahu xhellahu, njëri prej tyre ka dëshirë me jetu 1000 vjet. 1000 vjet. Veç jetoje. Qoftë edhe me poshtërsi, vetëm mos ndroje. Andaj thonë pika e parë, me na i fal gjakin, mos me na vra. E dita me aulan familjarët mos me robruhet. Tjetra me elshu e tokën. Pra mos me na vra dhe na me dal prej këtu. Dhe mi mor të furnizimet e veta dhe madhrat e veta përveç armatimit. Atëherë pajtohen. Pasi pajtohen, dëshirojnë edhe njëherë me ribo marrëveshje. Atëherë i thonë pejgamberit alayhi salatu selam, a e pranon një propozim me ta dhënë. Pra, kjo është marrëveshja, pastaj thonë, a dëshiron edhe një herë ta rinovojmë këtë marrëveshje? Atëherë thonë pejgamberi, çka doni? Thotë, ju nuk dini mi punu hurmet. Nëse ne kena punu, ajo ishte pjesa e Khajberit, kërrejt hurme. Por plot me hurme, deri se kanë thonë sahabët, Aisha, Abdullah ibn Omeri, vallahi barqet e tona si janë ngop me hurma deri sa është liru Khajberi. Atëri propozojnë pejgamberit s.a.s. Thot ju, pra na e punojmë këtë tokë, a pranoni që na ta punojmë tokën e të gatshme t'ja ju japim gjysmën e të korurave. Krejt këto punë që ka i bojmë, krejt na i bojmë, gjysën e morminat, gjysën ju të gatshme, pa punu fare. Atëre pranon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa thash ishte një tokë shumë e bollokshme dhe e bujshme me hurma, dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam përfiton nga ky çlirim dhe i kput lidhjet e fundit të cilat kishin mundësi me ja përzije ujin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Andaj shumë prej sahabeve, siç është Aisha radhiyallahu anha, thot muslimanët nuk e dinin çka është ngopja me hurme derisa kur? Derisa e çlirun Khajberin. Ky ishte shpartallimi i fundit i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam rreth Medinës. Derisa po qëndronin në Khajber, kthehen ata të cilët kishin emigruar në Abesini, në Etiopi. Ata të cilët në fillim kishte qenë pejgamberi në krizat e para të Mekës. Andaj në krye të tyre ishte Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gëzohet shumë dhe thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma adri bi ayyihima ana asurru bi fathi Khaybara am bi qudumi Ja'fara. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk pe di me cilën jam të gëzuar më shumë, a që u çliru Khajberi, a që erdhi Ja'feri. Nga se ishtë tash përzirje emocionesh, apo u shlirue edhe u shpartalu armiku i fundit, nga ana tjetër po vjen kush? Djali Axhës, Ja'feri, se kish pa me vite tani. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam i përqafon shumë. Gjithashtu në këto ditë vijnë disa fise dhe e pranojnë islamin të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është fisi i Esh'arijunëve. Në mesin e tyre është një transmetues i madh i haditheve dhe ajo është Ebu Musa el-Esh'ari. Keni dëgjuar për këtë emër? Ki ka ardhur në vitin e 7 të Hijrit me pranu islamin në Medinë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam tha në hadithin që ka nxjerrë Imam Ahmedi, yaqdamu aleikum ghadan qauman aqwaman hum araqu quluban al-islam minkum. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
do të vinë disa njerëz me e pranu islamin nesër, të cilët por islamin e kanë zemrën më të butë se juve. Kështu i cilësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu në këtë vit vinë edhe një fis tjetër, ajo është fisi Daus. Fisi Daus. Në këtë fis ishte një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Tufail ibn Amr ad-Dausi radhiyallahu an. Po ma e madhe e këtij fisit që e kishin me veti, i cili ishte një njeri i cili mos me paskon që ky fis me armë që këtë njeri mrena në as mi ditë këtë ngjarje hiç. Kur ka ardhur fisi Daus, mrena vete se ka pas një njeri. Ai njeri këtë që do shka i kallxum shumicat, 90% janë piçatit kallxume. Pra ai ka rujt këtë ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ishte Ebu Huraira radhiyallahu anhu, nga fisi Daus. Ebu Huraira kur po vjen, shiko sa vonë vitin e 7. Sa ka qëndru me pejgamberin sallallahu 4 vite. Derisa ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por këto 4 vite ja sot muslimanët e dinë këtë historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe krejt librat e muslimanëve, krejt hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shumica dërmuese te kush janë? Te Ebu Huraira. Ati nuk mundesh me gjetë hadith gati se është Ebu Huraira, nga Ebi Huraira, apo nga Ebi Musa al-Ash'ari, apo nga Ibni Abbas, apo nga Aisha radhiyallahu anha, apo nga Abdullah ibn Omeri. Këto 3 çka ishin, e kishin rujt hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj vjen ky transmetues dhe hafiz i madh i muslimanëve e pranon islamin te pejgamberi alaihi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alaihi salatu wassalam pas lirimit të Khajberit, tham gjysa e Khajberit jehudve provun me luftu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ata çka provun me luftu, normal se ato çka kish mundësi mu zon rob, u zu rob. E ata që shpotun. Në mesin e trobrumve, kush ishte? Ishte vajza e një kryetarit i cili kishte nxit luftën e Ahzabit, por ishte vrarë në Banu Quraidha. Ai është Hayy ibn Akhtab. E kush e mamen këtë emër, ne kemi thanë kur ka ardhur pejgamberi se në Medinë, ki ka dalë ka prit me vllavin e vet Ebu Yasirin. Ka tregu Safia, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur në Medinë, ka prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë vllavit vet, që ky është në Tevrat. Që kish ka po vjen në Tevrat i shkruajtur. Po unë si besoj. Ka thënë, a është çështu komplet me çdo veti dhe atribute? Ka thënë, po, që kjo. Çështu, në shkruan Tevrat se që ky ka më ardhur. Po unë si besoj, nuk i besoj, nga arroganca dhe inati. Ky ishte ekzekutuar në Banu Quraidha. Vajza e këtij tani është rob i zante muslimanët. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam e liron dhe lirimin e ban martes. E marton pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj në këtë grumbull vjen një grua e quajtur Zeynep bintul Harith nga jehudët. Dhe e bjen një dele të pjekur dhe ja bjen muslimanëve me hanë, nga se tani ish kri lufta, ish bo marrëveshje tani, po apo u kri puna. Po ato nuk pushojnë. Çashtu do një herë mendojnë, ti thu e tash u kri herë selameti, herë paqja. Tash e shef. U bo marrëveshja, nuk ka luftë. Tani pejgamberi është nga dhënjësi, triumfusi, u kri puna. Ata punojnë, e binë gjysën e mallit, të fitum, gjysën e majnë për veti, por se pejgamberi se ma është i cili gjikon mbi ta. Dhe vjen kjo e bje, si një lloj dhurate, një dele të pjekur. Atëherë pejgamberi sallallahu tamam e merr një pjesë dhe ata ajo pyet, cilën e ka më shumë qef pejgamberi sallallahu. Atëherë i thot krahun. Edhe ajo aty e shton më shumë helmin. Edhe ja japin pejgamberit sallallahu. Tamam e afron te goja e ndershme e tij alayhi salatu wassalam, thot pejgamberi sallallahu, po më tregon koci që tina se këtu ka helm. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, Allahu jalla jalaluhu i mundson me fol kujt doje. A dikush tash thot e koci ka fola? E koci jo çish po fol? E koci jo çish pse ti mos e ke bleket folme? E ko që jetë qish po fol, bile s'po di munal në njëherë.
apo po lëviz kjo, apo gjua. Dhe koci pas ka fol, apo dikush him vezvese atje. Çaj që ata ka mundsu ti me fol, ja mundson edhe kocit me fol, edhe lopës me fol, edhe gjimtyrëve me fol, që të folin ditën e kiametit. Andaj tha, po më kallzon koci se ka helm, naluni. Mos hani. I ndalon pejgamberi alayhi salatu wassalam, thot innaha masmume, kjo është e helmume. Kjo është e helmume. Por se një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Bishr ibn al-Barra ibn Ma'rur radhiyallahu anhu, e çon ja te poshtë. Dhe ka ardhur transmetim se para se me vdek i kanë thonë, pse se heke? Pse se heke? Tha, merr keq mos ja gërditi pejgamberit se më hajër. Se edhe unë e vërejtë diçka, dhe shishë në rregull. Dhe pastaj vjen dhe thojnë disa prej sahabëve, ja Rasulullah, kësaj çka e pruni delën, do të më ekzekutue. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë jo. Dhe shkon e thirrat gruin. Zainab e bia e Harithit, thotë, eja këtu. Pse e bën, thotë? Thotë e bën veç për një arsye. Ta shoh a je pejgamber as je. Thotë çish e kishe marrë vesh këta? Thotë sikur ta kishe hangër, si e pejgamber. Thotë sikur pasi që e vërejtë ti e pejgamber. Ata e liron pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se kur ndron jetë Bishri, i cili hangër prej shokëve pejgamberit alayhi salatu wasalam, atëra pejgamberi alayhi salatu wasalam e thirr dhe thot qisas. Ka vdekë, ekzekutohesh ti, dhe ekzekuton pejgamberi me urdhër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu vazhdon Khajberi deri në kohën e Omer ibn Khattabit me punu për muslimanët. E pastaj kur ndodhin disa konflikte atëherë te koha e Omerit, Omer ibn Khattabi thot tash unë jam këtu, jashtë. Dhe i përzep këtë komplet nga Medinja Omer ibn Khattabi radhiyallahu an. Gjithashtu në këtë periudhë pas Khajberit ka ndodhur edhe një ekspeditë dhe një luftë tjetër me fisin Ghatafan, i cili kishte ardhur në luftën e Ahzabit. Ata thonë ta provojmë edhe një herë. Mos ka mundësi me shpartalluar se kish shumë i fortë u bë tani dhe fillojnë të mbledhen. Ata thanë s'kishin ideologjikisht konflikt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por kishin problem me çka? Problem me mos ka arka të shki. Ça po do me nuren. Ato ishin mësua po. Si cili aty më kanë i pari, si cili me ka dhur rend aty. Me shit xhepura dhe prralla të shkretirave. Dhe ata s'kishin luftë me pejgamberin kuptimin norma dhe parime, por se ju pengonte pejgamberi alayhi salatu wasalam, që ju pengon krejt verendi dhe Islami të një shumicë të madhe. Atëherë ata mbledhen me luftu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Kur merr vesh pejgamberi alayhi salatu wasalam, i mbledh shokët e tij, 400 shokë, dhe niset drejt tyre. Kjo luftë quhet lufta e harnave, e të arnuarave. Pse? Nga se shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kishin të problem këtë rrugën e shkretirave dhe i arnojnë këpucët. I arnojnë këpucët. Dhe kjo luftë e merr emrin me lufta e arnave. Nëse po e vorreni, luftrat si po quhen? Luftrat varësisht nga një detaj aty që shquhet. Edhe sot luftrat e quajnë kështu, apo varësisht nga një detaj, nga një vend, nga një shenjë, nga një njeri aty, e kështu me radhë, kështu i morin emrat luftrat. Kjo ka qenë strategjie asaj kohë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam kur merr vesh se këto po dojnë me ardh, shkon ky. Dhe këtu pe dobive, nga se na do të folmi për luftën e Mu'tas. Atje i kemi sy të ndalim pak më tepër. Pe dobive që ka përmend dietar, gjithmonë kur ka ndash me sulmu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam bedewit dhe arabët në shtëpi, çish i ka eduku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju ka shku atje. E si dush me eduku dikan, i shkon të veni ati. Apo edhe Quraysh e dishin këtë pikë. Andaj i shkon të Medinja pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Na të mësojnë atje. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dinte, kjo është punë lufte. Kur dush dikan me e bë tërbije që ish duhet, mos e pritaj me ta, ti shkoj ati. Ti shkoj ati. Dhe ja tregon ato pika që ka ti dërë me mësu. Andaj shiko pejgamberi sa mi mur 400, ata sa ishin shumë ma shumë. Ama asnjani se kish zemrën e një sahabës. Edhe shkoj 400 me pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur e morin vesh, ata krejt ikin. Kështu
thash, pejgamberi vetë shqetësonin, po vin dhe banin ndonjë lëvizje aty dhe iknin. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkon tek ata gjithashtu e fal namazin e frigës në mënyrë që mos të tradhtohet dhe mos të goditet pas shpinën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pastaj kthehet në Medinë. Këtë këto ishin telashe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Këtu s'pat luftë. Po duhet me shkuar. Njëri dikush thot, e mirë, çeto pse po përmendën çeto? Kur kush ka na vrarë këtu? Po nuk është puna më vrarë. Mjafton ti me të ardh lajmi 6000 po dojnë me ardh me sulmue. Dush me shkuar. Dush me shkuar me kallëzues, këtu jam. Dhe pejgamberi sa për ekspeditave mësime çka duhet të më dhanë, unë s'jam lodh. Andaj shiko pin Ahzab, ku Beni Qurayza, pi këtu numra, pin Umra Dhi Qirat, pin Dhi Qirat në Khaybar, pin Khaybar në Ghatafan. Tash do ta shohim prej këtu ku shkon pejgamberi alayhi salatu wasalam. Në Dhil Qa'da të vitit të 7 të Hijrit, pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ki Dhil Qa'da ishte viti i 6 Dhil Qa'da marrëveshja e Hudejbjes. Andaj një vit plotësohet dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbledh shokët e tij, të gjithë ata që kishin marrë pjesë në vitin e kaluar, dhe disa prej tyre kishin ndruar jetë në për disa prej këtyre ekspeditave dhe luftrave. Atëra pejgamberi alayhi salatu wasalam niset për në umre. Jo se ishte e shkruar marrëveshja në mot në vitin e ardhëm do të bëni umre. I mbledh pejgamberi alayhi salatu wasalam, shumë prej shokëve të tij, thuhet dikon 2000 sahabe kanë shkuar në umre me përjashtim të grave e fëmijëve të cilat i kanë marrë disa prej tyre me veti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam niset dhe i merr 60 deve për t'i thënë kurban për hir të Zotit xhelle xhelalu. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam i merr edhe shpatat e luftës. A në marrëveshje çka shkruante? Mos më na ardh me armatim të luftës. Por se pejgamberi sallallahu nuk ishte i sigurt për tradhtisë. Nuk i di. Ata s'janë musliman që ta mbajnë fjalën. Nuk i dihet atë. Andaj pejgamberi sallallahu e merr edhe armatimin e luftës. Ndërsa në pikat e kishte, por se kjo nuk ishte e thyrje e besës, edhe marrëveshjes, do ta shpjegojnë. Pejgamberi sallallahu pak para se me mrin çave, i thot një sahabijës Muhammed ibn Mesleme, rriti jashtë dhe ruje armatimin dhe kujdesu. Çka të shifsh diçka që të shkon menja se dikush ato dash me bën në lëvizje me na tradhtu neve, ti kallzoja mësimin çka do të me e kallzuar. Andaj pejgamberi e merr një lloj armatimi dhe niset. Dhe kur mrin në Dhul Hulejfe, të nderuar xhamatli, është miqati dhe vend fillimi i umrës dhe haxhit më i largët. Pra këtë vende tjera janë më afër. E Medinës është mas lartë, 400 km dush me ecë me ihram. 400 km dush me ecë me ihram, do është një lloj sikleti. Por se shpërblimi te Zoti xhelle xhelalu është shumë i madh, është një plotësi e cila kush e ka përjetuar ata e din se çfarë momente dhe atmosferash bëhen në fillimin e ihramit dhe bërjen e telbijeve dhe lebejk Allahumma lebejk. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam e vesh ihramin dhe nisën për në Mekë dhe fillojnë me bë telbije. Lebejk Allahumma lebejk. Dhe kur mrin afër Mekës, fillojnë me kelit më shqetësue. 2000 veta, sigurt, me marrëveshje. Dhe dietarë thonë, kjo pamje ju duk sikur humbje Kurajshve. Veç kur i panë qështu, ju duk se ja u morën Mekën Muhamedi alayhi salatu wasalam. Dhe kjo ishte goditja para fundit që në mot me ardhe, përfundimisht ata s'kishin më moral me luftue. S'kishin më as një motiv qysh me luftu më. Vjen Muhamedi alayhi salatu wasalam me 2000 veta, zguxojnë me prej, ban tavaf, pra kuptimin, para mendo tash çfarë respekti i bojnë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e shohin ata të tjerët. Dhe Qurayshët mbledhen dhe dalin në për disa kodra, në për disa pjesë të nalta të Mekës, që ta shikojnë skenën, çka po ndodh. Dhe fillojnë nervozohen, kjo lirisht quaje humbje. Të humbën mo. Andaj në mod të humbin. Me lejnë e Zotit Gjelle, në vitin e ardhëm ata humbin vetëm se. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam fillon me bo umrën. Në kryerjen e umrës, disa prej i dhujtarëve thonë, ko kanë lodh këto.
ko kanë lodhë, atare pejgamberi se më thot, vraponi pak. Vraponi, këso i thonë, azo e vrapimi i tre rrotullimeve të parë, vraponi pak, mos ju kallzoni se jeni lodhë. Pastaj thonë, ju pas kanë ra muskujt. Pe provojna, qka të ketë mundësi, diçka me thumbue, me jahup, moralin, pe provojna na. Atare pejgamberi më thot, nxjerrni krahët, kallzoja uni, se si një lodhë. Ishte moment shumë dhe para mendoni pejgamberi se sellem pas 7 vite po hinte vendlindjes vet. Ishte emocioni umrës një, edhe emocioni i plot prej sahabëve që ishin me keli muhaxhirave. Dhe mesin e tyre pejgamberi se emocione plot, ndjenja plot. Andaj pejgamberi u mundon dhe krejta mi menaxhu. Mos dale i dopt, mos dale që është likështue. Nga ana tjetër kishte emocione pejgamberi se sellem, po kthehet, çka tha kur dol? Po vallahi s'kisha dal mos me mbas porzon. Vallahi s'kisha dal mos me e porzon. Andaj pejgamberi se sellem e ban këtë umre, i ban pejgamberi se sellem 7 rrethime, pastaj pejgamberi alayhi salatu sallam i fal 2 recate te maqami i Ibrahimit, pastaj pejgamberi alayhi salatu sallam shkon në Safa dhe Marwa në devën e tij dhe i ban 7 vrapime pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj ja cilin devët dhe i therr pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pas kësaj e thirr kanë qetësi berberin e tij dhe e qetë pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në marrëveshje ishte që të qëndron vetëm 3 ditë dhe aq qëndron pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj dhe këtu është një detaj të cilën duhet ta përmendim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk hyn në Kabe. Vetëm ban tavaf, nuk ndalet në Kabe. Normal se është një vlerë e veçantë që njeriu të ndalet tek shtëpia e Zotit xhelle xhelalu, por sa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ndalet dhe në këtë mos ndalje dietarët kanë diskutuar sepse s'është ndal. Imam Nawawiu, gjithashtu edhe Ibn Hajar al-Asqalani kanë komentuar dietarë të tjerë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka hyrë në Kabe, nuk është ndalë në Kabe, shkaku i idhujve të se të kanë qenë atë kohë. Nëse ase shumë idhuj ka pas, andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk është ndalë, por se shtëpia apo primësimit të do t'i përmendim në këtë pikë është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk tha unë zbaj umre se këtu ka idhuj. Jo, Kabja mbet Kabe. Kabja mbet Kabe Zoti xhelle xhel. E idhujt e ka kohën e vet idhulli kur e merr fundin e vet. Dhe kështu pejgamberi alayhi salatu wassalam e kryen umrën. Në këtë periudhë pejgamberi sallallahu pasi lirohet nga ihrami, martohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me Maimuna bintul Harith. Maimuna. Keni kujdes? Mos t'ju shkojë menja te ajo që kuptohet në gjuhën tonë. Maimuna do të thonë e bereqetshme, e djathta, kuptimin e bereqetshme. E marton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë bashortën e tij. Gjithashtu në fillimin e viteve të 8 të hijrit nga pejgamberi alaihi salatu wassalam ndron jetë vajza e tij Zejnebi. Ndron jetë vajza e tij Zejnebi radhiyallahu anha. Dhe me hyrjen e vitit të 8 ndodh një ndryshim në mesin e Qurayshve. Dhe ajo është pranimi i Islamit të 3 burrave të mëdhoj nga Quraysh. 3 burra, 3 kalorës, 3 trima, 3 të guximshëm e pranojnë Islamin nga mesi i Qurayshve. Sebebi se e kanë pranuar, këtu thash, neve tash po i shkurtojnë angjarit me shkurtume të madhe. Si e kanë pranuar Walid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walid, edhe Walid ibn al-Walid. Walid ibn al-Mughira ish baba Khalidit. Kë ishin 2 vllazni, Walidi edhe Khalid. Walidi ishte musliman, ai ishte dubo umre me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot Walidit, vllavit Khalidit, i thot: "Ku është Khalidi? Ku është Khalidi?" Thot: "Çifti Khalidit s'duhet me injoru Islamin. Çifti Khalidit me këtë mendje çka e ka, të mbret, me këtë intelekt çka e ka, dhe njëri trim, s'duhet ai me injoru Islamin." Atëra Walidi vllavi vet i shkruan letër, nga sa ato dashin me kthye, e i shkruan letër Khalidit dhe e lexon Khalidi. Kjo bëhet sebeb që Khalid ibn al-Walidi ta pranon Islamin. Andaj në vitin e 8 të Hijrit shkojnë
Medinën e pejgamberit s.a.s. që ta pranojnë Islamin 3 burra. Prej tyre Khalid ibn al-Walid, tjetri Amr ibn al-As, ki i cili ki shku në Abisini, apo mos pikëthen ata muslimanët. Dhe ky ishte ai i cili than arabët këta e kena si një lloj dinaki, apo porse kur u bë musliman, u bë njëri mirë dhe u drejtu, dhe ky ishte çliruesi i Egjiptit. Egjipti është çliruar në dorën e Amr ibn al-Asit radhiyallahu an, dhe gjithashtu e pranon Islamin Uthman ibn Talha, dhe muslimanët gëzohen shumë. Khalid ibn al-Walid ishte një njeri shumë me vlera. Kja u kështë e hub luftën e Uhud. Atër pejgamberi alayhi salatu wasalam nga gëzimi i madh thot ramatkum Mekketu bi afladi akbadiha. Thot pejgamberi sallallahu e tash Mekelit edhe Kurejsht ja u kanë dhënë mëlçin. Më të mirë çka i kanë ja u kanë dhënë juve. Tash më të mirë na kanë ardhur neve. Kush ju kanë bërë atë në Ikrim ibn Jahl, Safwan ibn Umayya dhe disa njerëz që s'kishin më vlerë. Ata në fund edhe ata e pranojnë Islamin dhe mo shuhet. Mesin e tyre kish met një apo i Parijës, ai ishte Abu Sufjani. Por se edhe Abu Sufjani pranoi Islamin, Suhejl ibn Amri, dhe kush ngelet? Shiko pejgamberin me çfarë menaxhimi, gradualisht, për shkallëzime deri te arritja e fitores së madhe. Andaj gëzohen muslimanët shumë. Menjëherë në këtë vit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirr muslimanët dhe i mbledh 3000 ushtarë për t'i quajtur në luftën më të madhe nga këtë lufta që ka kaluar deri tani. Dhe ajo ishte lufta e një populli i quajtur Ghasasine. Kthehet që në kufi të Shamit, në një pjesë atje të quajtur Mu'te, një vend. Kjo pjesë tani është e Jordanit, me këto kufit e sotshëm, dhe është dikon 1000 kilometra nga Medinja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e kishte dërgu pejgamberi alaihi salatu wassalam një shok të tij për të thirrë këtë pjesë të Shamit që ta pranojnë Islamin te pejgamberi alaihi salatu wassalam, atëherë ata e vrasin delegatin. Dhe vrasja e delegatëve dhe të dërguarve është krim nga gjitha palët. Pra delegati nuk vra. Dhe shiko Persiani çka tha? E çkujti letë, po nuk e vrajti ata. As Hirakli nuk e vrajti, as i Egjipt nuk e vrajti. Pse? Nuk vrahen delegatët. Kjo është parim gjitha normat të gjitha popujve. Andaj ata ja vrajtën delegatin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por se tani 1000 kilometra me shku, larg. Shumë larg. Dhe kjo ishte tani më dalje prej kufive. Dhe në komentin se pse e bani këtë vrasje ky popull në krye me Shurahbilin nga fisi Ghassan, than dietarët, këta dojshin t'i provokojnë Bizantët që të vjene Muhamedi këtu e ata ta shpartallojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbledh 3000 ushtarë. I mbledh 3000 ushtarë dhe i përgatit. Dhe krejt Medina i përshëndetin, i japin kuptimin një lloj lamtumire, përshëndetje këtyre ushtarëve. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ndryshon pak strategjinë në këtë luftë. Në të gjitha luftrat e caktoi që një pris, një komandant. E në këtë luftë i caktoi 3 komandanta. Nga se tani mundësia për të komunikuar shumë e largët, 1000 kilometra larg. Dhe atar 1000 kilometra është si sot me ndru kontinentin. Me deve, me kali, kur mrin atje. E kështu me radhë. Andaj pejgamberi e ndryshoi strategjinë. Në çdo luftë cakton një prijes. Nëse ndron jetë, ata vet apo edhe vet pejgamberi ishte atje, ndronte. Tani nuk ishte. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo ndron strategjinë. E para ju thot Zeid ibn Haritha, e keni komandant. Kjo e mon flamurin. Dhe thamë flamuri, çka simbolizonte? Ngritja flamurit është se ushtarët ende janë në moral, ende janë të luftuar. Zeid ibn Haritha ishte ai i cili e prishi birsimin me ta. Nga sa ishte i njohur Zeid ibn Muhammed, tani ishte Zeid ibn Haritha. Thot, nëse vritet kjo vetëm se është isharet se
Ki ka më vra. Nëse vritet ky, atëherë thot fe Ja'far ibn Abi Talib, para me do Gjaferi prin Abisini drejt të luft. Mi pas tonë për mësam, ja Rasulallah, a s'ka në i pushim pak për mu, thash? Unë atje kesh. Na, për e këthe me mentalitetin tonë, apo? A së në angazhon me dikant tjetër? Ka që ma t'li që atje dikant tjetër? Unë e pikur jam të punua, stash ku mba une, Gjafer ibn Abi Talib, këtha i diti, po vra ki, edhe kjo ishi sharet që ka mu vra. Tha po vra ki, atëher, tha Abdullah ibn Rawaha, Abdullah ibn Rawaha. Ki ishte poeti për nga mberi sëllem. Poeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja u dha pejgamberit sallam flamurin e bardh. Flamuri ishte i bardh. Atëherë në këtë luftë dhe këtë betejë merr pjesë kush? Khalid ibn al-Walid. Si vjet e ka vënë Islamin, si vjet për të luftë, vetëm se tash si musliman. Dhe Khalid ibn al-Walid është shkaktari kryesor që kjo luftë mos mu hub. E tash ta shohim andaj sa ka ndalë. Kur shkojnë atje me u dhanë mësimin këtyre tradhtarëve dhe thirrësve të gjitha rregullat dhe normave, e kishin vra delegatin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëre kur shkojnë atje ky fis nga Sasina, fis i madh, i kishin mbledh 100.000 ushtarë. 100.000. Dhe me këto 100.000 shkojnë te Romakt dhe i thonë, a na jepni edhe 100.000 pi juve, edhe ta kryjnë punën mo me këtë që ka nxjerr probleme këtu në Arabi. Edhe bashkohen 200.000 ushtarë, 100.000 Arab, 100.000 nga Romakët, dhe bëhen 200.000 ushtarë. Kjo ishte të merë për këta 3.000. 200.000 me 3.000. Në cilat llogari del? Çfarë? Sa me sa? Hiç nuk del. Nuk ka mundësi. Por se Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu ishte t'i përgatit disa gjëra tjera. Ishte t'i përgatit disa gjëra tjera. E para se me vazhdu çka ndodhi, nga kjo çka kuptoj. Mos me pasin qëta, mos me pasin këta njerëz. Sot nuk ishmi na. Çfarë zemra do është me qëndru 3.000 karshi 200.000-ve? Ajo vetë pamja të meron. Adhe Abdullah ibn Rawaha, kur i shet 200.000, fillon se ky është poet, këndoj ke poezi. I thot, o Abdullah, pse s'po shkon për para? Edhe fillon i recitu vetes poezi. Çka po tutësh? A ke ardhur me vdek? E kështu me radhë. Pse? Trim po 200.000 për para. Kata llogarit është kime hub. Kata llogarit është kime hub 3.000. Edhe Khalid ibn Walid e bie vendim. S'ka do të kena me hub. Me këtë numër kena me hub. Nuk është të punë trimnije, nuk ka këtë punë guximi. Na edhe me vdek deri në fund kena me hub. Dhe është edhe ma keq. Se thojnë e kena hub ushtrinë e muslimanëve, e pastaj ata edhe bën edhe më të guximshëm. Por se Zoti Jon Xhelel Wala inspiron Khalid ibn Walidin dhe nga trimëria dhe strategjia të cilat i kishte përfituar nga shumë luftra, e inspiron Allahu Xhelel Wala se si ta men këtë krizë të madhe. E tani për ta kuptuar këta ti paramenoj vetën këtu. Çka kishte bë? Çka i kishte thënë Khalidi? Ç'a më bë tash? 200.000 ushtar. Atëherë Zeid ibn Haritha e ndan ushtrin në 3 pjesë. Në të djathtë, në të majtë dhe e ndan këtë pjesën e mesme në 2 pjesë. I thojnë muqaddime edhe suqa. I thojnë ajo e cila mballin dhe kjo e cila jarun shpinën. Dhe 2 pjesë ansore, majtas dhe djathtas. Dhe këta e kish bërë që dokët si pak ma shumë. Apo, që me bërë 3.000? Me 3.000, 200.000 për bala, që me bërë me ta? Dhe filloj me luftuhe. Atëherë, kur filloj me luftu, dhe japin besatimin dhe kanë me shku deri në fund, me lejnë e Zoti Xhelel Xhelaluhu, nxitin me poezia, në rritjetëri me fjalë miradije që të shkojnë për para dhe të ecin drejt marshimit kundër armikut. Atëherë, në këtë luft e kish flamurin Zeid ibn Haritha, vritet. E ja dorëzon kujna Gjaferit. Edhe merr Gjaferi dhe fillon me luftuar. Me luftë të hatashme. Zgudzon të me kalzu asë një grinë se është tutut diqka. Ati tamam armiku me të pa, se ata vetëm me të pa o me do një herë të kanë urzu. Andaj sahabët kur kanë fitur Romakt kundër persianëve që kanë thanë, janë gëzue. Pse?
ka thonë ma mirë me romak se këto persian, këto ftyrat i kanë pak si të vrajshda. Ma mirë me romak. Pra, pidit fshia me më të letë. Sa me romak, sa me persian ma mirë me romak. Zgudzon të andaj nëzitëshin që mos shlohet pe dhe mos të regohet në një dopsi. Atëherë e merë flamurin Gjafer ibn Abi Talib, i këputet njëna dorë, i këputet tjetra dorë, e mbanë sa të muje flamurin dhe e mbytin edhe Gjafer ibn Abi Talib. Normal, këtë ushtria ishte duke e bo të vetën, pastaj e merë pas vrasjes së Gjafer ibn Abi Talib, e merë Abdullah ibn Rawaha. E merë kalin, e merë flamurin dhe zhytet mënajna. Dhe edhe ky ndron jetë. Pastaj e merë shpejt flamurin një shok tjetër i pejgamberit s.a.s. Thabit ibn Akram radiallahu an, dhe tani kishte mbet pa tekst kush me vazhdue. Zeidi, Gjaferi dhe Abdullah ibn Rawaha. Tani kush me vazhdu? Edhe ata kur e shohin Thabit ibn Akram e ka marr flamurin, thonë, a dhe ma ti? Dhe jo valla se jam dhe majt une. S'm takon me majt muhe. Thotë po ja jap Khalidit. Disa transmetime ka ardhur Khalidi ka thonë, unë alo i ri jam me këto. Unë jam alo i ri. Thabit i thotë, veç ty të takon kjo. Vetëm ty të takon to. Edhe ja jap Khalid ibn al-Walidit. Ata Khalid ibn al-Walid i mbledh ushtrin dhe i tërheq nata. Dhe fillon me diskutue. Dhe fillojnë me diskutu me ata kalorësit dhe ata trimat që komandantët që i kishte, thot nga kita jo që ka e njofu në luftën. Kjo o problem. Krejt mu sakrifiku, krejt humbje shkojnë. Por ma e keqa që ka thot, humbja e sigurt, kuptimin edhe mu vratën i fund është humbja e sigurt. Po thot nuk guxon këta me kuptu ata. Zguxon me kuptu këta ata. Ata thot çka duhet me bë? Ata nuk kishin propozim. Khalid ibn al-Walidi thot unë e kam një propozim. Dhe tu ish pun mbijetese. Po ma e keqa ish mos t'i dale zani muslimanëve që kanë hub. Atër Khalid ibn al-Walid thot ju qka jeni në djath dilnin majt, ju të majt dilnin djath, ju qka jeni për para mbalin dilnin pas, dhe ju qka jeni pas dilnin para. Dhe ta kuptoj armiku se janë ndru njerëzit. Dhe ta kuptoj armiku se janë ndru njerëzit. Kjo e para. E dyta, thot tani e di se jeni të lodhur dhe të raskapitur, por se thot ku të sulmojmë tani sot ditën, thot bohuni kinë se nuk jeni lodh as pa, kinë se jeni tri. Dhe me këtë strategji nisët Khalid ibn al-Walidi. Dhe godit nga ona e majt, dhe godit nga ona e djath, dhe ata thonë, pas ka prue Muhamedi njërës të tjerë. Ato, sa ajo, ato 200.000 njërësi. Ai që ka thonë nga ona e majt, si ka pa këtë ta nësë djath. Ato kanë mendu, për qatë anë kanë mendu se janë të ri. Ato ishin veç kësaj pjese. E të kësaj pjese nga ana tjetër mendoni se janë të ri. Dhe këto të zëtë ishin balin, tani mo nuk ishin pjesa tjetër. Dhe për to mendoni se ka arë ushtri e re, realisht kishë arë ushtri e re. Po kjo është gjënçmëria e Khalid ibn al-Walidit. Atër ata fillojnë me u tërheq. Fillojnë me u tërheq, mendojnë se ka arë numri madh i njerëzve. Atër Khalid ibn al-Walid, tërheqin e tyre e shfrytëzon me tërheq edhe ki. Ata tu hik edhe ki tu hik. Po tu hik kënë se o tu sulmue. Pun lufte. Nuk ishtu pun, apo jo s'na në dërin fund shkojna. Po na shkojna dërin fund, po hupna. Andaj me këtë strategji Khalid ibn al-Walidi i shpoton muslimanët nga një tragedi e mundshme e cila kishte mundësimi i shpartalue muslimanët në këtë kohë. Atëherë numri gjithsej i të mbyturve dhe të ramëve në këtë luftë ishte 12 sahabe. Nga 3.000, 12 sahabe. 3 prej tyre komandanta e të tjerët ishin nga sahabët e tjerë. Kështu Khalid ibn al-Walid e ruajti ushtrin e muslimanëve dhe u kthinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi alaihi salatu wassalam i përgëzoi këta sahabë që kanë marrë pjesë në këtë luftë dhe ju dha moral, se në disa transmetime ka ardhur se disa të rinj që janë në Medinë apo zakonisht shtojnë ato që morrin pjesë luftë. Ka ardhur transmetim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se disa sahabë të rinj thanë
el firar, el furrar, kini x, të zvrapsur. Atër tha pensam, belil kurrar, tha nuk janë x, po këta e kanë këthi kuptimin luftën nga favori tëre. Këtë transmetim, normal, disa djetarë nuk e pranojnë, nga se ne e banëm shartë, që qka të përmenimi vetëm mu kanë e sakt, e cila nuk është e diskutushme. Por se disa djetarë e kanë përmeni edhe këtë rast, se kur kanë ardhë, disa sahabe kanë thonë, kini hik, a për nga zëmë ka thonë, jo s'kanë hik, por se ka qenë strategji e luftët i ka qenë kurrar. Qka të më thonë kurrar? Kuptimin rikëthijues. Kjo prap kanë më këthi, por se me lejnë e Zoti Gjelle Gjelaluhu, pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jep disa prej sahabëve që ishin mbytur prej si Zejdi, si Gjaferi, si Abdullah ibn Rawaha, thot pejgamberi alayhis salam, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghuluhum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse keni mundësi mi ndihmu familjes Gjaferit që t'i bani ushqim, nga se tani ato kanë sprov, dhe prej kësaj ka mbet ajo që t'i ndihmohet familjes e cila ka vdekje, që mos t'i randohet, dhe jo e kundërta, dhe jo ata me shtru dark, po duhet atyre t'i ndihmohet në shtrimin e darkëve. Dhe me këta përfundon lufta e Mu'tes. Çka kemi mundësi neve me nxjerr nga kjo luftë? Nga kjo luftë dietarët kanë nxjerr shumë mësime dhe ka libra të veçanta mbi këtë luftë. E para që kemi mundësi me nxjerr për mësimeve të se t'i përmendën dietarët në këtë luftë është që prisi i pari i muslimanëve nuk duhet të vepron me të njëjtat metoda. Duhet të ndron metodat. Dhe ndryshimi metodave është prej pjesë përbërësve që duhet t'i ketë prisi. Së mund më kanë prisa i vesh një metode ti. Së mundë, se dështone. Andaj shiko pejgamberi s.a.s. Në Bedër, në Uhud, në Ahzab, në Hudejbje, kish një lloj strategjie, kish detale. Tani po e ndron strategjinë pejgamberi s.a.s. Qish po e ndron? Si ishte e njohur mi caktu 3 komandanta. S'ka qenë e njohur. Tani po i cakton 3. Andaj thanë dietar, caktimi 3 komandantave ishte jo i njohur, si ishte e njohur. Andaj kjo çka argumenton se pejgamberi s.a.s. po e njifte tabiatin e luftës që të ndodhen në Mu'te. Tani nuk kemi mon Arabi, tani kemi të kalum Kufin me Shamin. Sot është në Jordan, po ishtë larë, 1000 kilometra larë. Andaj shikon neve çka duhet të përfitojmë nga kjo? Neve duhet të hulumtojmë metoda të zgjedhjes së problemeve. Për shembull, Zoti jon Gjelle Gjelaluhu në Kur'an na ka pru shumë metoda të thirrjes. Çdo njeri ka formën e thirrjes ka i përshtatë, i përket atij. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ai bante thirrje sikur populli thjesht, sikur kryetarëve, jo. Çka i tha Hiraklit? Çka i tha në letër? Na e patëm hapësirën e shkurt për ta lexuar këtë tekst, për t'ia lexuar këtë ata çka e tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po në pjesë çka e tha Sahih Buhari, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, min Muhammad Rasulillah, abdihi wa rasuli, robi ti dhe i dërguari ti, deri te ila Hirakli adhim Rum, deri te Hirakli i madhi Romagve. A i tha i madhi Romagve? Po i tha, e tash pse i tha i madhi Romagve? Po a është i madhi Romagve? A është i madhi Romagve? Po është i madhi. Pse mos me quj që ashtu që është ai? Andaj edhe në fund çka i tha? Në fund letrës, pranoj Islamin, fiton 2 fish. Kështu si kishte thonë tjerëve, ti e pranon Islamin, njëri thjesht kur e pranon Islamin, ti s'mundesh me fitu 2 fish, se ti nga ngurkosh, ti s'ki autoritet që ti kur të folesh edhe 200 veta të shkojnë mas, se ki këtë autoritet. Andaj shiko pejgamberi s.a.s. nuk ishte në mënyrë klasike, me që këtë metodë deri në fund na kena me qut, s'mundesh me qut, nuk shkon, e ndronte, këti ndryshe i folte. Do ta shohmi Ebu Sufjanit, çish do t'i flet pejgamberi s.a.s. në çlirimin e Mekës. Ndryshe i fol pejgamberi s.a.s. Thot kush shkon te Ebu Sufjani kështu dhe kështu prej garancave. Pse? Mi arrit pak. A dikush ka më rak kështu. Mi furi pak unin. Pse? Se kanë këtë imanin njësoj, nuk e kanë autoritetit të gjithë njësoj. Andaj, mësimi i parë, ndryshimin metodologjive, pa i ndryshu bazamentet. Për shembull, ti don me thirr dikan namaz. Namazi nuk ndryshon. Çaj namaza? Sabah, drek,
i kindi aksham jaci. E dikujt kujt i thush ti, du të me ndrupe pak metodën, a i qka thot? Po që, e ndron bazamentin. Jo bazamentin, namaz me pru, po metodën me ndru. Se zë morin vesh këtë njësoj. Nuk morin vesh këtë njësoj. Ti thu, une qish u bindë na une, po ti qish e bindë a i zbindë, duhet me ndru metodën. Andaj, bazamentin nuk ndryshon, namaz ki me pru. E qish e bje namaz, ti e di, gjindu, gjej metoda, qish i fol, qish ja gjen momentin, ja gjen qastin, ja gjen krizën, ku ti e këthen dhe Zoti Gjelle Gjelalu. Agjerimi, qaj agjerim? E qish e bindë ti mu agjeru? Na nuk e dina. është i cili, këtu në të tregoje mjeshtrin e vetë. Haqë është qaj haqë, bazamenta. E ti që shë vinë me shkun haqë, nuk e dina. Ti gjeli metoda. Pak të e fri, pak të e lavdru, pak të e këthi. Apo, kjo nuk ka problem. Pse nuk ka problem? Nga se pejgamberi sa po i ndron metodat. Nuk pi fol Hiraklit si pi fol një sahabës thjesht. Një arabit thjesht. Pse? Hirakli. Edhe në fund qka i tha? Edhe ti mos me pranu islamin, gjunahi kejt dhe t'vjen pas. Andaj, ti ndrojna dhe njëherë metodologi. Nuk i folët fëmijës tani i thu bane. Po babas në i thu bane. Nuk i thu. Ti i thu, po s'ka efekt. Apo dikush thot, e pse fëmija me më po mëngon? Po që ishme fëmija me të mëngon dhe e baba po do me ngu me njëtën metod, kjo është ignorancë dhe me një trashësim nga folsi. Andaj, ndrysho metodologi, ndrysho forma, vetëm që ta pranojnë njerëzit fejnë e Zoti Gjelle Gjelaluhu. Për imësimeve të ndëruar që më të li zdi kanë zirë djetarët në luftën e Mu'tes, është edhe ajo që ka e përmendën djetarët se nuk duhet njeri ju gjithmonë të shkon me atë mentalitet se tani neve na ka dërgu pejgamberi s.a.s. në luftë. Dhe na duhet mi shpartalu këto. E hajt qish mi shpartalu? Shka tha Khalidi mas i vdesën të tretë? Tha, one që shë njof luftën, apo neve pejgamberi sa më ka qu, po one që shë njof luftën, dhe me menje e shnosh, sa ne i pret neve që tu njerëzit, që a kena menje pak, 200.000 me 3.000, as një logari nuk e nxjerë, hiq, nuk e kam pitutës, dhe kush minjerja ja komenton me tu, nuk e kam pitutës, na shkojna hina, po hup na gjithë se si kena me hup. E nëse del rezultati gjithë se si kena me hup, qka duhet me va? Duhet mu këthi. E ky këthim, a është ikje dhe trembje? Jo, është menquri. Ata do të shkojnë ma vonë, Khalid ibn Velidi do të shkojnë ma vonë. Omer në Khattabi ka me shliruë, këto vende ka me shliruë të gjitha. Por se pak me një shtim të numrit pak ma shumë, apo me një matje pak ma të madhe, plus e dyta, ato nuk i dishin këto vende. Ne e kena shku të njeri në vendin e vetë, ne nuk i din ai gjithmonë është ma i fort njeri në vendin e vetë. Andaj luftën e Ahzabit, pse e humbën Kurejsht? Se i erdhën të Ensar, ta e dishin vendin, ata se dishin. Andaj shiko, a quhet tërheqja gjithmonë humbje? Jo. Si quhej gjithmonë tërheqja humbje, ja këtu du të me qujtë se Khalidi ka dështu. E jënësëm nuk tha ka dështu. Por e ka menagju strategjin e luftës. Andaj tha, me ata qka e jep plani luftës dhe geografia e luftës, nuk del kërqish. Andaj dhe njëherë disa raste, nuk është pun frike. Ata dalmi për historijës të këthejmi në realitet. Nuk është dhe njëherë pun ikje, pun frike, është pun menqurije. Ku po do? Keme e thi krije. Në disa njëzë i thu, po, shkojnë e dhe një fund, po, e thejna krije. Ani e thejna krije. Apo kështu? E ani e këthejna krije. E pse me e thi krijen të pos mundësimës me e thi krijen? Andaj Khalidi shka tha, nuk shkohet 200.000. Qka me bo? Andaj besimtari duhet të, me gjithë se e ka bazamentin, e ka hadithin, por edhe duhet ta menagjon me trurin e ti, me menqurin e ti. Ta mat, a mund është me shkutit e në fund? E jo pas taj të ndryshohet në ndryshimet e cilat janë turpruse. A janë edhe më të këqia se sa, si kur t'ishe tërheq nga fillime dhe t'i rimarsh forcat e tua. Andaj, dhe njëherë ka raste, ti, apo e ba një loj ndryshimi, ja shlën dikujt rrugën, thu, tamam, pse ja shlën rrugën? Jo për trembje. Dhe njës janë mësu sot nga kjo dalje nga natyrshmëria, si, qka mi thanë? Po kia shlën udhën se i tutët. Po gjithë mo njës i shtu i komentojnë gjëra. Po jo,
Se atëherë i vjen se s'ka njerëz të mëshëm hiç. Njerëz të mëshëm ja shlojnë udhën. Një ditë për ditë ardhi njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tu ardh ishte me Aisha. Edhe pi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "A pesha ata që tash ka tu ardh tash?" Tha po. Ma njëri i flis se ky s'ka. Ma njëri i pris se ky s'ka. Mirë, ardh. Kur po vjen mëson pe qaf, po fol mirë, po për gdel. Dhe tash Aisha po çuditë. Kjo kur çish po s'po bashkohet. Edhe shkoja. Tha ja Rasulullah. Kulte ma kulte. Thave çka thave për ta. E kur ardh i keshe, e fole but me ta. Tha o Aisha. A nuk e di se njerëzit me dënimin më të madh ditën e gjykimit janë ata të cilët njerëzit ja ushlojnë udhën për shkak liksijës së gjuhës së tyre? Po ti tash apo shtimu forka me ta, apo do me shtimu për leqe mu shaone me ta. Po ai s'ka rregulla, ai shkon deri në fund, ai nuk ka diçka që e ndal ata. Sa ai nuk është një njeri marum çish duhet. Andaj Aisha i shka i tha, o Aisha, unë e thash, po, ama ai kur të vjene, çka do të më bëjnë me ta? Çka, ai s'ka rregulla, s'ka norma, s'është i ndërtuar si njeri. Se pejgamberi edhe me njerëzit çka ishin të marrum, tamam njeri, edhe nëse isha arbik, çka? Folte si njeri, ulu. Çka i than Kurajsh Osmanit? Honxha Osman. Ulu. Me folna me ti ti njeri buri madh i e, folna sa dush. Andaj s'ka kontradikta. Nuk ka këtu kontradikta. Pse ja shlove udhën? Pse nuk ja thave? Sepse me ja thon. Çish e prataj? A ka dishmëri ai me prit? Që më dikush thot, pse s'pe kritikon fytyr? Pa ka ai dishmëri me prit kritikën fytyr? A e merr? Apo ta kthen me 100 fish ma keq? E por shkak se unë e di se e kthen se 100 fish ma keq, çka ban ti? I thue sikur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe në këtë rast, andaj ta morra këtë mësim të madh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe mos u ndikon nga ajo e tash njerëzit po apo e limoj se pitutët e për gdheli. Jo, njeriu jeton për qëllime të larta, jeton për morale të larta, zguzon me lçu nivelin e tij në nivelet e çdo kujna, por duhet me e mbajt vetveten. Mësimi i fundit, këtu ka shumë mësime të nderuar xhamatli, por se me këta e përfundojnë nga se edhe koha shkoj larg. Mësimi i fundit. Shiko, dietar thon, kur u vrajtën 3 komandant. Tani Thabit ibn al-Aqram e mor flamurin. Than maje, mos e morën mbaje. Tha jo se mbaje. Ja. Kë e para çka lu don? Shiko sahabia, në luftë ka shku, nuk ka shtu folpin Medinë, në luftë ka shku. Tha jo kjo mos më takon. Kjo çka argumenton? Se ja kanë ditë kadrin vetës. Jo, tu kanë Khalidi unë ta mërë këta. Po mirë, Khalidi a ish ma i ri a ma i vjetër? Ma i ri. Qish pi thot ki ma i vjetëri ma të rivit së më takon muë? Se ata ishin njerëzi me natërshmërit lartë, me moral të lartë, me nderë. Jo, tha unë e mora këta veç më zbjere. Veç më zbjere në tokë që më s'thupmi. Po unë e tha se maj këta jam t'i adhon ati shka e ka hak me adhon. Shka tha Khalidi? Po unë i rivi jam tash, unë tash ku marë. Mësmi me marë, ta veç ti takon. Edhe sahabët thanë, ti takon. Tani, nga kjo neve që kanë zjerën? Thabit ibn al-Aqram, musën takon në kjo. A i me stajë ishte. Kjo ishte pas stajë. A qka thë njerëzit tash? Unë e pikur jam këtu. Aha, do me thonë, tani kene me mojtë me stajë, apo? E krejta normat kena mi thi, ani pse s'di, ani pse se meriton, ani pse s'ki kompetenca për këta, ani pse ti s'di me bo këtë pun, ketë kena mi thi na, vetëm e vetëm se ti e me stajë, apo? E kështu nuk shkon, por që ta na humbi të gjitha betejat, qoftë ato morale, qoftë ato të dijes, qoftë ato të gjitha fushave të cilat neve musliman djetojnë nësot. Shiko Thabit në kram, tha jo, unë se moj flamurin, veçëm e kumpru dërqëto, që mos të bjere. Khalid ibn al-Walidi e mur flamurin dhe ja doli. Andaj ta mësojnë një mësim të madh. Nëse ja le punën që ati qka e meriton, qoftë edhe djeme me pasardh, qoftë edhe djeme pasardh, ama aje meriton, dije se Allah ka me lëshue të mirën e vetë dhe bereqetin e vetë. Dhe ku do që të shifni se puna sa të shku nuk ka të hec, o nga tru dikun, dine se dikush e ka mor flamurin, a si takon me mojt, si takon, dhe të mi adhon e dikuj tjetër. Dine, ku do që musliman janë të hu dhe janë të dështu, dikush e ka morë gabimisht dhe se shlën për inati, për se une, andaj musliman ma vonë këtë vinë në khilafetin e umavive,
ku baba ja like djalit, e djali ja like djalit. Hopën. Humbi ajo freskia e muslimanëve çka ishte. Dhe trashëgon ato pejgamberi do të vjene edhe te Islami mbretëria e trashëgimit. Djali vllavit e kështu me radhë. Shiko këto muslimanët e parë. A dhe modeli kemi këta. Jo, tha unë se maj. A i kemi thonë në dikujt njët, ti edhe une. A i kemi thonë dikujt njët, sinqerisht, me dhe me transparent shumë të madhe, dhe me besnikri shumë të madhe. Shiko, që këtë punë dhe së ne bajt, ti mere. Ani pëse jam më vjetër, ani pëse jam me mastaj, unë nuk më takon kjo. Së është e jemi e këpun, nuk e di une. Apo, andë shiko, muslimant e parë në edhan këtë mësim. Pavarësisht sa ki staj, pavarësisht sa ki ti të kaluar në islam. Nëse vjen dikush, e ka përgatit Allahu më mirë, e dim punën më mirë, është i përgatitur, më i kalitur në atë mesele, jepe. Elshoje, se kështu Allahu Gjile Gjelaluhu elshon bereqetin. Këtu edhe shumësime të tjera të cilat i ka përmenë djetarët në librat e tëre, por se me kaç do të mjaftohemi, në elusmi Zotin ton Gjile Gjelaluhu që Allahu te bareke ve teala në mundëson që të përfitojmë nga historitë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përfitojmë nga ngjarjet të cilat na i ka regjistruar historia për muslimanët që ti shfletojnë të gjitha kohrat dhe të jenë model dhe irnek për gjitha krizet të cilat i kalojnë muslimanët. Elusmi Zotin ton Gjile Gjelaluhu që këto ditë të Ramazanit e kaluara Allahu t'i ban qabul. Agjerimet tona, taravit tona, namazet tona, Allahu t'i regjistron në rezizin e veprave të mira. Këto ditë të pakta të ngelura, Allahu Gjeli Gjelat na e vazhdon motivin, na e vazhdon energjien, takatin, ta bojna ibadet Allahun te bareke ve teala, t'i bojna veprat e mira sa të kena mundësi. Elusmi Zotin ton Gjeli Gjelalu që Allahu te bareke ve teala, ku kemi gabu, Allahu t'na fal, ku ja kemi qëllu, na shpërblejn. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillah.